Është një prej investimeve më të rëndësishme në Shkodër, i cili përfundoi 3 vite më parë, u ndërtua me qëllim parandalimin nga përmbytjet e qytetit dhe shmangjen e trafikut në qytet, sidomos gjatë muajve të verës. Bëhet fjalë për bypassin, i cili po përballet me mungesë të kujdesit për mirëmbajtje. Në disa pjesë të këtij segmenti rrugor vërehen dëmtime të konsiderueshme, një fenomen që ka nisur të shfaqet shumë shpejt pas vënies në funksion të kësaj rruge që është në administrimin e autoritetit rrugor shqiptar. Një prej banorëve të zonës tregon se dëmtimet mund të ishin më të mëdha nëse ai vetë nuk do të kujdesej për ruajtjen e objektit në zonën ku ai banon. Ne kemi marrë, kur janë dëmtu këta i kena rujt, pele pa i merr kush, si ka marrë kërkush kanë me një ashtu i kanë marrë kush i ka marrë. Po na kena interes se e rujnë vetna, edhe pemt kur i kena punë, na i kena rujt. Prej mos me i dëmtu fëmia, mos me i dëmtu baktia, se kjo është në interes tonë. I tu vinë familjarë tonë, prej këtu vinë te klubi, pini kafe, bani gjiro. Këto i majnë fëmijët për dorët, se i ku ne binë makinë, shko ne binë në për makina, gjena i Zotit, batën kënë investim. Ka 3 muaj që s'ka ndryqim, unë nuk e di si nuk sakatohen makina. Vëreja që heqja parmakeve është bërë kryesisht pranë bizneseve apo banesave. Banorët që jetojnë pranë këtij bypassi nuk kanë qenë dakord për vendosjen e parmakeve anësor, pasi i kushtozon daljen e tyre në këtë rrugë, ndaj kanë protestuar që në fillim të tenderimit.